Kryeministri Edi Rama ka vijuar debatin me drejtsinë e posaçme duke reaguar sërish mbi vendimin që e çoi në pezullimin zëvendës kryeministre Belinda Balluku. Në një deklarim publik, ai zgjodhi të përdor fjalët e ish prokurorit përgjithshëm amerikan Robert Jackson, për të cilën thotë se janë më aktuale se kurrë për situatën ku ndodhemi. Fjalët e tij të kumtuara në mes të shekullit kaluar mbeten udhërrëfyes për çdo që beson se drejtësia duhet të jetë e pavarur, por kurrë e papërgjegjshme, e fortë, por kurrë e verbër ndaj kufive kushtetues. Kreu i qeverisë thekson se paralajmërimet e Jacksonit, i njohur si arkitekti i akuzës në gjyqin e Nurembergut, pasqyron qartësisht rrezikun e përdorimit selektiv të ligjit. Ai citon pjesët e fjalimit të vitit 1940, ku juristi amerikan thoshte se rreziku më i madh i abuzimit buron nga fuqia e prokurorit për të zgjedhur këtë ndjek penalisht, pikërisht tek zgjedhja e çështjeve fshihet hundimi më i madh. Duke lidhur këtë paralajmërim me realitetin shqiptar, Rama nënvizon se drejtësia nuk mund të kthehet në një mjet për goditjet personale. Kur prokurori kërkon njeriu përpara krimit, drejtësia vdes, dhe kur një pushtet hyn në territorin e tjetrit, kushtetuta nuk merr më frym, por mbytet. Kryeministri shpjegon se me këtë qasje Jackson paralajmëronte për një rrezik të qartë, mundësin që një prokuror të jepte hapësirë për të targetuar individ të caktuar dhe jo shkelje reale ligjore. Sipas Ramës, kjo është arsyeja pse zbatimi i ligjit nuk është automatik, është human dhe kërkon vetë përmbajtje të madhe. Ai shton se edhe në vende demokratike rreziku që pushteti i prokurorit të keqpërdoret është i lartë, duke cituar sërish Jacksonin. Nëse një prokuror zgjedh njeriu dhe pastaj kërkon krimin, atëherë zbatimi i ligjit kthehet në armë personale, dhe kjo është goditja më e rëndë që mund t'i bëhet qytetarit pafajshëm. Në fund të reagimit, Rama ndalet tek një prej thënieve më të njohura të juristit amerikan, duke interpretuar si një mesazh për situatën aktuale në vend. Pushteti nuk ka qenë kurrë më i denjë sesa në çastin kur ka pranuar të nënshtrohet gjykimit të një drejtësie të pavarur. Ndërkohë, qeveria ka dërguar në gjykatën kushtetuese kërkesën për të shqyrtuar nëse vendimi për pezullimin e Ballukut përbën ndërhyrje në pushtetin ekzekutiv.